Shenjat se mbani zjarrin e Zotit. Vëllezër dhe motra të dashur në Krisht, sot dua të flas me ju për diçka që ndryshon gjithçka në jetën tuaj shpirtërore. Imagjinoni një zjarr që digjet brenda jush, jo një flak e dobët, por një stujë e fuqishme që nuk mund të shuhet. Ky është zjarri i Zotit, ai që ai ka ndezur në zemrën tuaj kur ju pranove si mbret të jetës suaj. Por si e dini nëse ky zjarr është ende i gjallë? Si e kuptoni se po digjeni me forcën e tij? Sot do të eksplorojmë 5 shenja të qarta, të pathyeshme, që tregojnë se jeni mbajtës të këtij zjarri. Këto nuk janë thjesht fjalë, ato janë realitete që po jetojnë mijëra besimtarë si ju. Le të fillojmë me shenjën e parë, atë që fillon gjithçka, lutjet tuaja. Pika 1. Lutjet tuaja prodhojnë rezultate të jashtëzakonshme. Kur luteni, qielli lëviz. Nuk po flas për lutje të shkurtra, si një shpëlarje mendore para gjumit. Jo, po flas për ato lutje që dalin nga thellësia e shpirtit tuaj, ato që mbartin peshën e një betejë të vërtetë. Fjalët tuaja nuk janë vetëm përshpërima në errësirë, ato janë armë që godasin botën shpirtërore. Mendoni për momentin kur Davidi u përball me Goliatin, nuk ishte gur i madh, por fjalët e tij të mbushura me besim që thyen zinxhiret e frikës. Kështu janë lutjet tuaja, ato thyen zinxhiret e varfërisë, të sëmundjes, të lidhjeve të vjetra që ju mbajnë peng. Demonët dridhen nga lutjet tuaja. Pse? Sepse ato janë të mbushura me zjarrin e Zotit. Imagjinoni një demon që po feston në errësirë duke menduar se ka fituar betejën për jetën tuaj. Pastaj ju filloni të luteni. Fjalët tuaja bien si rufeja, në emrin e Jezusit, unë të urdhëroj të largosh. Dhe ai dridhet sepse ndjen nxehtësinë e atij zjarri që nuk mund ta prek. Lutjet tuaja nuk janë thjesht fjalë, ato janë deklarata lufte. Ato shkundin botën e padukshme, atë botë ku engjëjt luftojnë dhe demonët ikin. Ata urrejnë që ju luteni, sepse çdo lutje është një goditje në kështjellën e tyre. Mendoni për Elinën në malin Karmel, lutja e tij nuk ishte e gjatë, por qielli u hap dhe zjarri ra. Kështu ndodh edhe me ju, kur luteni me besim, qielli hapet dhe bekimet bien si shi. Ndoshta keni parë rezultate të jashtëzakonshme në jetën tuaj, një punë e papritur, shërim i menjëhershëm, një marrëdhënie e rikthyer. Kjo nuk është rastësi, është fuqia e lutjes suaj. Vazhdoni të luteni, sepse çdo fjalë që thoni po ndryshon historinë tuaj. Lutjet tuaja nuk janë të padobishme, ato janë katalizatori i mrekullive. Pra, sot, vendosni të luteni më thellë, më shpesh, sepse zjarri juaj po digjet dhe bota e padukshme po dridhet. Pika 2. Përjetoni sulme shpirtërore të pandërprera. Nëse jeni duke përjetuar sulme shpirtërore të pandërprera, merrni gëzim, kjo është shenja më e qartë se mbani zjarrin e Zotit. Nuk po flas për ditët të këqija të rastësishme, po flas për ato betejë që duken si një stujë e pafundme. Një nga shenjat më të qarta se mbani zjarrin e Zotit është niveli i kundërshtimit që hasni. Kjo nuk është rastësi, por luftë shpirtërore e vërtetë. Bibla thotë se ne nuk luftojmë kundër mishit dhe gjakut, por kundër fuqive të errësirës. Errësira e njeh zjarrin tuaj si të rrezikshëm dhe sulmon pa pushim. Mendoni për Jobin, ai mbante zjarrin e Zotit dhe sulmet erdhën njëra pas tjetrës, sëmundje, humbje, miq që e akuzuan. Por në fund, Zoti e bekoi më shumë se fillimisht. Kështu janë sulmet tuaja, ato nuk janë dënim, por dëshmi se jeni shënuar nga qielli. Çdo sulm që duroni është një medalje lufte. Ndoshta po ndjeni lodhje nga kritikat në punë, nga problemet familjare, nga dyshimet që vijnë natën. Kjo nuk do të thotë se Zoti ju ka braktisur, do të thotë se armiku ju sheh si kërcënim. Kur Jezu i foli për dritën që shkëlqen në errësirë, ai tha se errësira nuk mund ta kapë. Por errësira do të provojë me tundime, me frikë, me izolim. Çdo herë që ndjeni një sulm, thoni, kjo është dëshmi se zjarri im po digjet. Mos u dekurajoni, çdo betejë është një hap drejt fitores. Vazhdoni të qëndroni, sepse sulmet nuk janë fundi, ato janë fillimi i lavdisë suaj. Zjarri juaj po shkëlqen dhe errësira po humbet. Pika 3. Njerëzit ose tërhiqen thellësisht tek ju, ose largohen fort prej jush. Kur mbani zjarrin e Zotit, neutraliteti zhduket plotësisht. Njerëzit nuk mund të qëndrojnë indiferent pranë jush. Kjo është shenja e tretë. Njerëzit ose tërhiqen thellësisht tek ju, ose largohen fort prej jush. Nuk ka mes, zjarri juaj ndez ose ndriçon, ose djeg atë që nuk mund ta durojë. Disa do të tërhiqen prej jush duke ndjer aromën e qiellit që emanon nga jeta juaja. Ata do të kërkojnë më shumë kohë me ju, sepse në praninë tuaj ndjejnë paqe, shpresë, një thirrje drejt diçkaje më të madhe. Mendoni për apostujt, njerëzit vinin nga kudo për të dëgjuar Pavlin, sepse fjalët e tij digjeshin si zjarr. Kështu ndodh edhe me ju, miqtë e vërtet do të afrohen, sepse zjarri juaj i ngroh. Por të tjerët do të ndihen të parehatshëm, madje armiqësor. Pse? Sepse drita juaj zbulon errësirën e tyre. Një mëkat i fshehur, një plagë e pashëruar, një frymë e keqe, gjithçka del në pah kur jeni pranë.
Ata mund të thonë, ti më bën të ndihem i keq, por në të vërtetë, zjarri juaj po punon. Kjo nuk është personale, është shpirtërore. Jezusi tha, bota do t'ju urrejë sepse nuk është nga e saj. Pra, mos u mërzisni kur dikush largohet, festoni, sepse kjo tregon se po jetoni si drita e botës. Vazhdoni të shkëlqeni, sepse tërheqja e të vërtetëve është më e madhe se largimi i të tjerëve. Zjarri juaj po ndan, por po bashkon edhe atë që duhet. Pika 4. Errësira bëhet e pakëndshme në praninë tuaj. Shenja e 4 është e tmerrshme për armikun. Errësira bëhet e pakëndshme në praninë tuaj. Kur mbani zjarrin, errësira nuk mund të shtiret, nuk mund të fshihet apo të relaksohet. Është si të hapni dritën në një dhomë të errët, hijet ikin menjëherë. Mëkatet e fshehta, shtypjet sekrete ose frymërat e papastra fillojnë të ndjejnë nxehtësinë e zjarrit brenda jush dhe e urrejnë. Nuk mund të qëndrojnë, ato digjen. Imagjinoni një gënjeshtër që po sundon një marrëdhënie, kur hyni në dhomë, ajo shpërthen, sepse prania juaj detyron të vërtetën të dalë. Ose një frymë e frikës që po torturon dikë, fjalët tuaja e dëbon atë, sepse zjarri juaj është si era e shenjtë që pastron ajrin. Demonët nuk mund të festojnë pranë jush, ata ikin, sepse ndjejnë djegjen. Kjo ndodh në punë, në familje, në rrugë, errësira tërhiqet. Mos kini frikë nga kjo, gëzohuni, sepse po jetoni si vasë e Zotit. Çdo herë që errësira ikën prej jush, falënderoni, kjo është fuqia e zjarrit tuaj në veprim. Vazhdoni të digjni, sepse errësira nuk ka vend pranë jush. Pika 5. Mrekullitë dhe arritjet mbinatyrore ndjekin jetën tuaj. Dhe shenja përfundimtare, më e bukurja dhe më e lavdërueshme, mrekullitë dhe arritjet mbinatyrore ndjekin jetën tuaj si hijet pas diellit. Unë nuk dua të them që ju ndiqni shenjat dhe mrekullitë si një gjuetar i etur, jo, absolutisht jo. Ato ju ndjekin ju, sepse zjarri i Zotit brenda jush tërheq fuqinë e tij si një magnet. Kudo që shkoni, kudo që vendosni këmbën tuaj, ndodhin arritje që nuk mund të shpjegohen me logjikë njerëzore apo formula të thjeshta. Është si një erë e padukshme që hap dyert e mbyllura, një dritë që shpërthen në errësirën e dyshimit. Le të mendoni për disa shembuj të thjeshtë, por të fuqishëm që mund të jenë pjesë e jetës suaj të përditshme. Imagjinoni një derë që hapet papritur, ndoshta një intervistë pune që duke e humbur, por papritur telefonon një mik i vjetër dhe ju lidh me mundësinë perfekte. Ose një shërim që doktorët nuk e kuptojnë, një sëmundje kronike që zhduket pas një lutjeje të sinqertë, duke lënë mjekët me gojë të hapur, duke thënë, kjo nuk është e mundur sipas shkencës. Dhe pastaj një mundësi që duket e pamundur të rikthehet një marrëdhënie e prishur pikërisht kur po humbisnit shpresën. Këto nuk janë rastësi, ato janë gjurmët e zjarrit tuaj, lavdia e Zotit që rrjedh si një lum i pashmangshëm nga zemra juaj. Mendoni për Petro në Bibël, ai nuk po kërkonte peshkun e madh, thjesht u bin ndaj fjalës së Jezusit dhe hodhi rrjetën. Dhe çfarë ndodhi? Jo një, por 2 rrjeta të mbushura derisa gati shpërthenin. Kështu ndodh edhe me ju, mrekullitë nuk janë për t'i kërkuar me ngulm, duke negociuar me Zotin si në një pazar. Jo, ato janë për t'i pranuar me falënderim, duke e ditur se Zoti po konfirmon prezencën e tij në çdo hap të jetës suaj. Ai thot në fjalën e tij, unë jam ai që hap dyert që askush nuk mund t'i mbyll. Pra, kur ecni me besim, mrekullitë vijnë pas jush si një procesion triumfi, një histori për të treguar miqve, një dëshmi për të ndarë në kish, një arsye për të lavdëruar Zotin çdo mëngjes. Por le të thellohemi pak më tej, këto arritje mbinatyrore nuk janë vetëm për ju personalisht, ato ndriçojnë rrugën për të tjerët. Kur dikush sheh se si Zoti ka vepruar në jetën tuaj, si një biznes që lind nga asgjëja, ose një familje që ribashkohet pas viteve të trazirave, ata pyesin, si e ke bërë këtë? Dhe ju përgjigjeni, nuk jam unë, është zjarri i Zotit brenda meje. Kjo është fuqia e vërtetë, jo vetëm që mrekullitë ju ndjekin ju, por ato bëhen urë për të tërhequr të tjerët drejt tij. Mos i minimizoni këto momente, festojini, shkruajini, ndajini. Sepse çdo arritje e tillë është një capitull i ri në librin e mrekullive tuaja. Vazhdoni të ecni në besim me kokën lart, sepse mrekullitë po vijnë pas jush, jo si një stujë e rrallë, por si dielli që lind çdo ditë. Zjarri juaj po digjet dhe qielli po përgjigjet me lavdi të paimagjinueshme. Mbyllje. Tani, mesazhi ju nxit me forcë, mos e lini zjarrin tuaj të shuhet. Mos bëni kompromise me botën, qëndroni të pastër, të vendosur. Mos lejoni që dekurajimi të fik atë që Zoti ka ndezur, çdo stuj kalon. Ndizni flakën e dhuratës së Zotit brenda jush, lutem, lexoni fjalën, adhurojeni. Mos kini frikë nga betejë, por inkurajohuni prej saj, ato ju forcojnë. Ecni me guxim, sepse Zoti është me ju dhe asgjë nuk mund t'ju qëndrojë kundër. Ai që është në ju është më i madh se ai që është në botë. Nëse i njihni këto shenja në jetën tuaj, merrni zemër, ju nuk jeni vetëm. Jeni pjesë e një ushtrie zjarri që po ndryshon botën. Falenderoni Zotin sot dhe vazhdoni të digjini. Amen.